unë edhe pse që 10 vite nuk punoj në sektorin publik, kam qenë i gatshëm, në mënyrë interne, ju kam thonë edhe më herët edhe kolegëve të mi, që unë jam i gatshëm për problemet të shputës, të shkoj në sektorin publik një herë në javë, nëse jepet mundësia, për të kontribuar. Për të kontribuar pa pagesë. Nuk e kam problem që shkoj një herë në javë të kontribuoj për rastet që kanë probleme me shputë, pa pagesë në aspektin kirurgjik në klinikën ortopedike në Çekyuke. Problemi, siç thash, nuk është problemi i sistemit. Ortopedia është shumë e shtrenjtë dhe nevojitin shumë investime për me dhënë shërbim cilësor. Për shkak se implantet, është shumica për materialet titaniumit, që është normalisht që është i shtrenjtë, vidat që përdoren, ankerat që përdoren, penjët që përdoren, shumica për një përdorim. Gjithçka është specifike. Gjithçka është specifike dhe ortopedia është shumë e shtrenjtë, që nevojitet trajtim i veçantë i shtetit për këtë kategori. Sidomos të punohet më shumë në rregullimin e sistemit brenda sistemit publik, por që unë besoj që secili... Çka nuk kupton kjo, rregullimi i sistemit? Po për shembull në klinikën ortopedisë ka shumë pak salla të operacionit e ka shumë kirurg ortoped, cilët është e pamundshme me kry funksionin e vetë si duhet në ato pak salla. Kështu që duhet rriten kapacitetet, duhet bëhet një plan konform nevojave të popullatës që të bëhen salla më shumë kirurgjike, edhe të specifikohen ose të ndahen. Kjo është e mundshme të ndodhë, thonë? Patjetër që është e mundshme. Nuk është diçka që nevojitet shumë investim. Nevojitet vetëm një plan që ta ketë vullnet, që ta ketë dikur seriozisht që të merret me këtë punë.